Sekretari Amerikan I Shtetit uroi Republikën e Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë. Në mesazhin e tij, Marco Rubio shprehu mbështetjen e palëkundur për sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, ndërsa theksoi rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Ndërsa Kosova shënon këtë përvjetor të rëndësishëm, ne presim një bashkëpunim edhe më të fortë në vitet në vijim. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me Kosovën ndërsa ajo vazhdon të ndërtojë një të ardhme të sigurt dhe të begatë, thuhet në mesazhin e zyrtarit të lartë amerikan. Presidenti I Francës Emmanuel Macron në mesazhin drejtuar homologës Vjosa Osmani thekson mbështetjen e vendit të tij për dialogun Kosovë-Serbi. Normalizimi I marrëdhënieve mbetet një çështje e sigurisë evropiane edhe një dimension qendror I procesit të afrimit të dy vendeve me Bashkimin Evropian, thuhet në letrën e Macron. Të njëjtin mesazh ka dhënë në letrën e tij të urimit edhe presidenti italian Sergio Mattarella. Kosova mori urime edhe nga Shqipëria. Në këtë 18 vjetor, Kosova është më e fortë me institucione demokratike të konsoliduara dhe me më shumë njohje ndërkombëtare, për ulje dhe mirënjohje për ata që sollën lirinë, le të ecim bashkë drejt BE-s më të bashkuar se kurrë, thuhet në mesazhin e presidentit Bayram Begaj. Kryeministri Rama uroi Kosovën duke shprehur keqardhje që nuk mund të jetë I pranishëm në marshin për të mbështetur ish-krerët e UÇK-s. Ai publikoi pamje nga monumenti Newborn ku aktivistët e platformës Liria ka emër në mënyrë simbolike e mbushën me stema të UÇK-s dhe e rrethuan me tela për të dhënë pamjen e një burgu. Pas burgosjes simbolike në një gril hekurit të përkujtimorit së mirënjohur Newborn me mbishkrimin Kosova e burgosur, sot aktivistët kanë vendosur 5000 emblema të UÇK-s, shkruan Rama. Për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani mori mesazh urimi edhe nga mbreti I Mbretërisë së Bashkuar, Charles III dhe presidenti I Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier.